Shumë analistë thonin që nëse futet në valle edhe Turqia, atëherë jemi në prag të luftës së tretë bërthamore. Për fat, raketa e lëshuar nga Irani u interceptua nga forcat e NATO-s, natyrisht nga Turqia, se kush do ta interceptonte tjetër. Turqia është vend që eksporton fuqi ushtarake, jo që importon. Të paktën kështu e besoj unë, dhe nuk u lejua të shkonte në Qipro, ku iranianët pretendonin që e kishin nisur. Në fakt, lufta e tretë botërore mund të fillojë vetëm nëse Izraeli godet Turqinë, pra që mos krijojmë kakofoni fjalësh dhe kundërvënie, por gjithsesi futja në valle e Turqisë është një shenjë e keqe, sepse Turqia nuk është as Emiratet e Bashkuara, as Arabia Saudite, të cilët kanë një fuqi të madhe ushtarake në numra dhe në teknik, po nuk kanë ushtri të atill që mund të jetë eficiente. Ndërsa Turqia është fuqia, nuk e di, do ma thot i ftuari im Arben Çuko. Është fuqia e dytë në NATO dhe dy po në botë, sa i bie zoti Çuko? Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Për nga sasia e ushtrisë, është e dyta në NATO, pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në NATO. Dërsa në renditjen botërore mund të jetë më shtata. E konsiderueshme. Po padyshim që është e konsiderueshme. Dhe është një ushtri eficiente, apo jo? Është një ushtri vetëm me numra. Është një ushtri që të paktën forcat e saj speciale i ka jashtëzakonisht të përgatitura, sepse kanë vite, dekada të tëra që kanë eksperiencë luftarake kundër grupeve kurde. Përmenda këtë që unë nuk besoj se Turqia do futet në luftë, sepse futja e Turqisë në luftë me Iranin, në skenarin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do përdorin kurdët si forcë toksore, kjo është në kundërshtim të plot me interesat turke, sepse një fuqizimi kurdëve të Iranit. Kurdët e Irakut janë të fuqizuar. Pothuajse të pavarur. Dhe pothuajse të pavarur, dhe kujt i vjen radha? Vjen radha kurdëve të Turqisë. Ndërkohë edhe në Sirinë mos gaboj kanë marrë një lloj autonomie. Normal që kanë marrë një lloj autonomie, dhe pikërisht për këtë forcimi... Pra, nëse shohim ardhen, veriu Iranit, veriu Irakut... Gjithë kufiri midis Turqisë, Iranit, veriu të Irakut dhe veri perëndimit të Sirisë, aty është Kurdistani. Dhe është edhe lindja e Turqisë. Lindja komplet, lindja. Lindja e Turqisë. Pra, Kurdistani është në këtë zonë këtu. Përfshin dhe Turqinë, përfshin dhe Iranin dhe Irakun. Pra, forcimi i elementit kurd në kuptimin strukturor, sepse ata janë gjitha popullsia gati 40 milion, nga cilët 17 ose 18 janë në Turqi. Forcimi strukturor i tyre, i ndihmuar me para dhe me armë nga Amerikanët dhe Izraelitët, është rrezik për hapjen e dytë ndaj Turqisë. Kështu që unë nuk besoj se Turqia do të futet në konflikt me Iranin. Mendon që edhe nuk është entuziaste për një shpërbërje të Iranit? Patyshim, sepse një shpërbërje e Iranit nënkupton Kurdistanin e pavarur. Një shpërbërje e Iranit nënkupton një gamë të gjerë problemesh demografike, të imigracionit, të terrorizmit, të grupeve fetare, ajo që do ndodhë, ajo që ndodhi me Irakun. Shpërbërja e Irakut, azisimi i forcave të sigurisë dhe të mbrojtjes të Irakut nga Amerikanët, pra shkrirja tyre dhe ndjekja, çfarë solli si pasojë? Miliona të vrarë dhe Daeshi, ISIS. Dhe kaos. Dhe kaos. Kështu që Turqia është e para që rrezikohet, nga kjo që sapo diskutuam, unë nuk besoj që ata do futen në konflikt. Nuk e besoj.
Qoftë edhe raketat të ishin drejtuar ndaj Incirlikut, bazës amerikane në Turqi. Ata përsëri nuk do fulleshin në luftë. Okej, atëherë, kthehemi te lufta. Jemi në ditën e 5 të luftës, në mos gaboj, të bombardimeve. Cila është situata reale? Sepse e para viktim e luftës sot e skili është e vërteta. Dhe aq më tepër jemi në mjegullën e luftës. Mjegulla e luftës, pra në kupton lufta hibride, lufta psikologjike, është pjesë e luftës së madhe që po zhvillohet. Dhe duke hequr me njanë luftën hibride, luftën psikologjike, luftën e informacionit, situata në terren është tashmë një luftë teknologjike. Forcat nuk kanë kontakte fizike me njëra tjetër, përveç se ajrit, dhe kur kjo luftë është thjesht luftë teknologjike, përparësi absolute, mendoj unë, dhe jo se mendoj, po kështu është vërteta, kanë Amerikanët dhe Izraelitët. Në ajër, si do më? Në ajër, pra, se kjo është lufta teknologjike. Ekziston, e kanë shkatruar mbrojtjen kundër ajrore të Iranit? Varet. Atës mund të di, po fakti që avionet Amerikan dhe avionet Izraelit bombardojnë Teheranin, përveç se me raketat Tomahawk amerikane. Flitet që pa hyrë në hapësirën ajrore iraniane. Po normal tashmë teknologjia e municioneve precize amerikane dhe izraelite është e tillë që ata në maksimum afrimi i tyre në maksimum është deri 100 km larg. Nga aty hedhin municionin edhe largohen. Atë korridorët afrimit në Irakun verior, dhe futjen për në Teheran, atë korridor ata kuptohet që e kanë pastruar plotësisht, por supremacia ajrore që kanë Amerikanët dhe Izraelitët e detyron Iranin, çdo ushtri, që të shpërndaj forcat e veta. Të shpërndaj në mënyrë të tillë dhe t'i maskoj, t'i ruaj. Për një event tjetër. T'i shpërndaj dhe t'i maskoj. Kjo është prehja ruse komandirovka. Në thelbi i saj nuk është vetëm maskimi, po është mashtrimi. Maskimi është pasojë e mashtrimit. Dhe fakti që përveç atyre avionëve F-15 unë kam ngelur shumë i habitur se si u rrëzuan, humbje të tjera nuk kemi dëgjuar. Përveç 6 ushtarëve amerikanë që mund të jenë brenda për bazë nga raketat. 6 ushtarë, tash lufta vriten më shumë edhe në manovra. Lufta nuk është as shëtiti as show. Lufta është e egër dhe 6 ushtarë nuk kanë. Për shembull në Ukrainë këta do të ishin 6 ushtarë Ukraina i vritën për 7 sekonda. Do kthehemi te Ukraina. Atëherë kemi një taktik të Iranit për të lëshuar raketa. Ndërkohë Amerikanët dhe Izraelitët po kërkojnë shtretërit e lëshimit që janë rreth 200 copë, të cilët Irani po përpiqet t'i fshejë. Askush nuk e di se sa janë. Askush nuk e di se sa janë. Nga burimet e hapura e kanë. Nga burimet e hapura, po askush nuk e di se sa i ka rezervat Irani. Unë mendoj që e para rezervat, e dyta edhe mbase të gjitha po këto fabrikat dhe uzinat e prodhimit të këtyre raketave, Irani ka të gjitha nën tokë. Sepse ata e kanë parashikuar fuqinë të mesme ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë mendoj unë, se po t'isha në vend tyre, këtë gjë do bëja dhe unë. Këtë gjë keni bënë? Këtë gjë është e kam bërë ushtallarët. Kjo është bërë, edhe dhe me. Si e parashikoj unë, ose që analize bëj unë. Këto 5 ditë, Irani ka harxuar municionin e vetë
më të vjetër. Ka harxuar dhe të ri unë këto raketat e reja që ka hipersoniket. Por këto i ka përdorur për të goditur objekte të veçanta të rëndësisë së lartë strategjike. Hedhjen masive të raketave që bën mbi Tel Aviv, mbi Jeruzalem, mbi qytetet e tjera, i ka të gjeneratës së vjetër, sepse ato e kanë CEP quhet ajo, Circular Error Probability, e ka 2.5 km gabimin, atë saktësinë e vete ka 2.5 km e vjetra. Këto të reja dhe kanë 15 metër. Kështu që në momentin që ai ka përdorur raketa të reja për të gjuajtur, siç kanë deklaruar, rezidencën e kryeministit izraelit, apo radarin amerikan, apo bazat ajrore izraelite dhe amerikane, ka përdorur të reja, një pjesë të vogël. Të vjetrat i ka përdorur për terror mbi popullsinë izraelite. Dhe të vjetrat janë, nuk mund të them lehtësisht të interceptueshme, por ka një nivel të lartë interceptimi nga mbrojtja kundërore izraelite dhe amerikane. Fakti që ata zgjodhen të birin tregon që ata do ta ndjekin rrugën e Tjatit. Fakti që zgjodhen të birin tregon që përveç ndjekjes së rrugës së Tjatit, ai ka dhe një motiv më të fortë, ka hakmarrjen. Fakti që komandantin e gardës revolucionare që u vra e zëvendësuan me më radikalin e tyre, paktën kështu thonë burimet, me generalin më radikal të tyre, tregon që ata janë të vendosur, sepse realiste kanë luftë për mbjetesë, jo vetëm për regjimin në përgjithësi si sistem, por dhe vetë kastën e tyre, sepse ata janë shinjestruar dhe do shinjestruar në rastin e dorëzimit të tyre, ata e dinë që janë të azisuar. Pra, gjithë çështja është ai trekëndës i famshëm i Clausewitsit që thotë populli, qeveria dhe ushtria, nëse ky trekëndësh ka bazat të qëndrueshme, ai vend, ai nuk mundet do të kollaj. Në qoftë se po kjo që thonë juve, kjo që thonë juve e çon vendin në një domethënë në një mos realizim, patjetër, po edhe në një mos realizim të objektivave amerikane, sepse amerikanët pretendojnë ndrim regjimi. Po, atëherë para se të shpreh mendimin tim, më duhet të them këtë gjë. Pozicioni i Shqipërisë, pozicioni jonë, i shqiptarëve, jo i Shqipërisë, po i shqiptarëve, në bindjen time të plotë është nuk ka asnjë lloj ekuivoku, është një aksion pa asnjë lloj vërtetimi. Ne për çdo rast, dhe për çdo situatë duhet të jemi bashkangjitur plotësisht me Shtetet e Bashkuara. Po, këtu se vëmë në dyshim, po ne po bëjmë analizë për qefin tonë. Po, sepse në vetvete. Dhe mendoj që edhe amerikanët nuk e kishin mendjen ai përkrajm as i përkrajm ne, është kjo tjetra. Ka pozicioni jonë se kur bëhet analiza fundore, shikohen këto gjëra tanë, nuk është se nuk shikohen. Dhe nisur nga kjo, duhet të them dhe këtë tjetër, që kam përshtypjen që objektivat strategjik, politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk janë armët bërthamore iraniane, sepse ata e dinë shumë mirë që nuk besoj se ata do t'i donin, do të mund t'i prodhonin. Po t'i donin, mund t'i prodhonin? Objektivat taktik, po donin, pa dyshim që mund t'i prodhonin. Ai Korez Veriut është crazy, man. Ai të teknologjinë pas një lloj problemi. Ndërkohë thuhet që vrasja e Khameneit ishte diga e fundit që mbante prodhimin e bombës bërthamore, sepse ai kishte thënë që është haram. Jo, po pra. Shtretët e raketave kuptohet që janë objektiv i natyrshëm për aviacionin amerikan.
Por unë mendoj që strategjia amerikane në shpërthimin e kësaj lufte nuk është çështja bërthamore apo çështja e raketave. Aq më pak dhe ndryshimi i regjimit, se regjimi nuk dëshon nga qielli me bomba. Regjimi dëshon nga poshtë. Por është prerja rrugëve të komunikimit me Kinën. Dhe kur them rrugë komunikimi, nuk kam parasysh vetëm naftën, po kam parasysh naftën, teknologjinë, aleancat politike, aleancat monetare dhe financiare. Pra është një reprezalje për t'i treguar që Kina nuk të ndihmon. Pra unë ta hoqja bazën tënde që kishe në Venezuelë, shumë shpejt do t'ja heqin dhe bazën që ka në Kubë, po. Dhe do të kontrolloj gjithë pjesën e Atlantikut dhe të paqësorit. Kush ka ngel hapi i dytë? Kjo që po ndodh, Irani. Sepse kemi diskutuar shumë herë, është ravizuar koalicioni, Rusi, Kinë, Iran, Kore e Veriut dhe disa të tjerë që tash i presin, po kur të vi çështja. Dhe kjo lufta e tretë botërore që shpërtheve ti, i ka ngel vetëm një hallk që përmendet. I ka ngel vetëm një hallk, ky zinxhiri që të krijohet e gjithë panorama e luftës tretë botërore, i ka ngel vetëm një hallk, Kinë, Taiwan, sepse Rusi Ukrainë ndodhi, pra u sulmua bloku perëndimor në Evropë, bloku perëndimor, pra aleanca jonë me Amerikën, Amerika shpërtheu luftën në Iran, tash i ka ngel vetëm hallka e Taiwanit. Geostrategjikisht unë kështu mendoj, sepse geostrategjia nuk merr parasysh as moralin, as njët njerëzore, as rregullat ndërkombëtare të rendit tashmë të shkatruar ndërkombëtar. Geostrategjia merr parasysh dhe konsideron vetëm interesat dhe objektivat. Këtu ndajmë të njëjtin mendim, sepse tashmë ato kupolat generaliste të drejtave të njeriut, të demokracisë kanë rënë, mbetet vetëm interesat gjeostrategjike. Je me mua apo kundër meje? Edhe objektivat. Dhe se sa do zgjon kjo luftë, unë mendoj që du të analizojmë në dy kolona. E para në objektivat strategjike të udhëheqjes politike amerikane. Kush janë? Edhe do t'i quajnë të përmbushura apo nuk do t'i quajnë të përmbushura. Sepse në rastin e kësaj lufte, objektivat dhe qëllimi strategjik amerikan përputhet plotësisht me objektivat dhe qëllimin strategjik të Izraelit. Po letë mos a përmendim çështjen e Izraelit, ju thash, prandaj e përmenda çështjen që ne si shqiptar do të jemi plotësisht me Amerikën. Dhe këtë luftë po e bën Amerika. Këtë luftë, qoftë është Amerika brenda, po e bën Amerika. E para kjo. E dyta, objektivat dhe vullneti i këtij grupi të ri që zëvendësoi grupin e vjetës, se kështu ndodh. Kjo është kush janë, deri ku shkojnë, qëndrueshmëria atyre deri ku do shkojnë. Unë mendoj që ata do qëndrojnë deri në fund, sepse ka të bëjë me mbjetesën e tyre, qoftë si strukturë shtetërore dhe pushteti, qoftë edhe si strukturë fizike, që ata luftojnë për jetën e tyre tashmë. Nga ana ushtarake, krahu jonë, pra le të themi krahu jonë, Amerikan. Krahu Amerikan dhe Izraelit dhe këto vendet e gjirit nuk kanë çështjen e mungesës së municioneve goditëse. Amerika ka bomba aq shumë dhe mund të prodhoj aq shumë sa vetëm në Vietnam hodhi më tepër se sa gjithë bombat ju hodhen gjatë gjithë luftës dytë botërore nga të gjithë teatrat e luftës. Çështja është që do të varet shumë nga rezervat dhe nga sasia e interceptorëve që kanë dispozicion Amerika, flota amerikane, Izraeli dhe këto shtetet e gjirit, interceptorët kundër balistik dhe kundër ajror. E cila ka lidhje me rezervat
e Iranit të raketave balistike. Në qoftë se këto të dy rezerva do të mbarojnë, unë mendoj që mbaron Irani. Mbaron Irani në kuptimin ky pushtet që është aktualisht? Pra, e ka luftën ajrore të humbur sot Irani, në ditë e 5 nuk e ka luftën ajrore të humbur, sepse në vetë qa është? Goditjen Amerikanët dhe Izraelitët godasin objektiva në Iran, Iranianët godasin objektiva në Izrael, objektivat amerikane e kudo. Çugon, nuk duket një luftë e llogaritur siç ishte lufta 12 ditore që lajmëronin përpara. Ishte e qëllimshme, padyshimësh, për jetë vdekje. Po sot më duket sigurisht pak më ndryshe, se vrasja e Khameneit e ka shpërsuar. Po normal që e ka shpërsuar. Unë kam parë disa analistë perëndimar, disa nga cilët thonë që Khamenei ishte barriera e fundit e bombës bërthamore iraniane. Atëherë pse u bë gjitha kjo? Që ta shtyn Iranin drejt një ashpërsimi, apo ta kthejnë në epokën e butë? Kalkulimet e ekspertëve ushtarak amerikanë ne nuk e dim, sepse ata kanë dorë informacionin, kanë dorë mundësitë e Iranit, kanë dorë mundësitë e tyre dhe nuk mund t'i dim. Por dim të gjë që aviacioni amerikan dhe flota amerikane është totalisht dominante, po kur vjen çështja e ndryshimit të regjimit dhe të shkatërimit të ushtrisë iraniane dhe të forcave brendshme anti-amerikane atje, nuk mund bëhen dot me anë të ajrit. Nuk mund bëhen. Duhet, si thoshte Zhukovic, çizmja e ushtarit në tokë. Çizmja e ushtarit dhe që të pushtohet Irani pa marrë parasysh terrenin malor e tjera, do me llogaritë e mia të përcipta do 2 milion ushtarë. Grupimi do 2 milion ushtarë. Po se Irakun me 250.000 po? Jo, me gati 600.000, po që u gërmulluan, në luftën e parë gjirit u gërmulluan. Jo, në të dytën, them unë. Në të dytën, Iraku ishte një Afganistan, jo me shapka, po me këpuc. Ishte i lodhur. Ishte i masakruar Iraku. Ishte i masakruar se filloi luftën në 88-ën, më falë, në 80-ën, e mbarojnë 88-ën, e nisin në 90-ën, dhe e përfundojnë në 2003-shin, me sanksione, me ndalim fluturime, me goditje, se Amerikanët në atë zonë ndalim fluturime, no-fly zone, bënin goditje aty ku zbulonin skudet irakian, godisin dhe gjatë kohës në thojës atarën pushimit apo të paqes. Nuk mendoj se Irani është Irak, nuk mendoj se Irani është Irak, po të keni parasysh struktura e brendshme e shtetit iraken ishte 20% sunit dhe kusuri shqit, pra nuk kishte një unitet fetar apo kombëtar. Struktura e brendshme e shtetit Irakut ishte strukturë artificiale, strukturë mbështetur mbi dhunën, mbi fisin, mbi privilegjet, mbi shtypjen me gjithçka. Ndërsa këta janë ndryshe. Unë kuptohet, nuk them që kurdët janë plotësisht me klikën, apo baluçët këtej poshtë. Por thelbi i shtetit Iranit janë persët. Unë mendoj që... Edhe azerët. Edhe azerët, po persët. Mirë, poshtë janë persët, po edhe azerët, nuk janë pak edhe... janë goxhat përfshirë në strukturat e shtetit iranian. Po normal, se e para presidenti është azer. Edhe Khamenei vetë ishte gjysmë azer. Azerët vetë e bëjnë shumë dallimin, azerët e Iranit me azerët e Azerbajxhanit. Edhe pikërisht me këtë, ata mendoj unë se që do të mbështesin persët, sepse kështu ka qenë historia atyre mira vjeçare. Do me thënë, azerët e Iranit e kanë ndjerë vetëm gjithmonë superior ndaj azerëve që kanë qenë në shtetin azer. Pra, çështja arritjes së objektivave nga ana e amerikanëve është një tronditje regjimit, një mësim? Heqje e mundësive goditëse
raketore, sepse bërthamoret nuk besoj se ka. Nëse ata do të arrijnë të gjitha nuk mund të asgjësohen dot, po do të arrijnë që të mposhtin mbrojtjen kundërore, se nuk e kanë mposhtur plotësisht mbrojtjen kundërore, se kuptohet për 5 ditë luftim nuk mposhtet dot plotësisht. Atëherë ata me mundësi teknike që kanë do të mbajnë nën kontroll ditë-natë hapësirën ajrore të Tiranit. Mbajtja nën kontroll ditë-natë hapësirës ajrore të Tiranit me avion zbulimi, me dron, me avion goditës, nënkuptojnë që shtretërit e lëshimit të raketave iraniane do ta kenë shumë të vështirë të dalin nga ato tunelet dhe të lëshojnë raketat. Sa kohë kërkon? Atëherë, shiko, janë dy tipe, dy teknologji. Raketat, një pjesë raketave janë ato të vjetrat janë me atë që quhet karburant të lëngshëm, e cili do me orë, mbase me një ditë për të përgatit raketa për lëshim, dhe raketat me karburant të ngurtë janë thjesht kërkojnë vetëm atë futjen e shinjestrës në kokën luftarake të saj, e nxjerr nga tuneli, e lëshon, futet prapë në tunel, ringarkohet përsëri. Prandaj askush nuk e di se sa janë shtretet e lëshimit ka. Shtretet e lëshimit dhe më tepër se shtretet e lëshimit, rezervat e raketave balistike. Unë nuk e besoj atë shifrë, se kjo shifra 3.000 raketa ka dalë nga Izraeli. Izraeli është i prirur të rrisë. Mendojnë që janë më pak? Unë mendoj që janë më pak. Raketa moderne, supersonike? Moderne. Shiko, dhe vetë këto raketat balistike janë në disa breza. Brezi parë dhe i dytë janë këto që sa po përmenda me karburant të lëngshëm janë si teknologji e skudëve të vitit 60. Po. Brezi më i ri janë këto me karburant të ngurtë dhe hipersonike. I gjithë mbrojtja kundërore e Izraelit, e këtyre vendeve që kanë Patriot. Pra, sistemi Patriot është i dizenjuar për të azhjësuar këto raketa. Balistike. Jo hipersoniket. Hipersoniket kanë rezultuar që përqindjen e goditjes e kanë shumë të ullët. Nuk kam të dhëna në lidhje me përqindjen e goditjes së raketave të flotës, sepse unë mendoj që raketat e flotës, raketat SM-2 dhe SM-6, që kanë destroyerët amerikanë, bashkë me radarët e tyre Spy, kështu quhen ata radarë, Spy 2, nuk kam të dhëna se sa e kam pas përqindjen, por nisur nga prioriteti Amerikanë për të mbrojtur flotën, unë mendoj që raketat amerikane që nuk ja kanë dhënë askujt këto raketa, që i mbajnë për vete. Megjithatë, Abraham Lincoln u largua nga rrezja e veprimit. Po sepse u largua, ajo është aq e vlefshme dhe zorat për mbajtëse amerikane, sa komanda e flotës amerikane pretendon dhe e quan më mirë të harxoj karburant për furnizimin e avionëve të përmbajtëses në ajër, se sa në një raket supersonike anti-anije. Kineze mund të ketë mbërritur për këto 7 muaj në Iran. Edhe mendoni që do më thënë armatimi që i ka dhënë Kina ose Rusia, ose gjithashtu vetë dronët që këta kanë të famshmit Shahed, të shfrytëzojnë sistemin satelitor kinez dhe rus për të goditur në thellësi? Rusi nuk është i sakt, po kinezi është çështja. Pse sistemi rus nuk është i sakt, sepse rusët kur e hapën vetëm me 18 satelitë. Edhe me pretendimin që sa më tepër të çosh, po ai sistem do 36 satelitë. Minimalja e do 24 për saktësi X,
Po, me 36 satelit rreth e rrotull globit, ai sistemi është Njerëzit që hodhën 50 cm. satelitin e parë nuk kanë më tepër. Po jo, është çështja e E qartë, e qartë. çështja e Po kinezët i kanë, e mbulojnë me saksi. Kinezët e kanë të tyret me saksi, sepse kinezët kanë harxuar miliarda për të kuptuar se kuptuan këtë gjë që ti je një superfuqi, do të jesh superfuqi hapësinore. Hapësinore, jo ajrore. Hapësinore. Pastaj fillon... Do ta lejojnë kinezët rënien e Iranit? Nuk, unë mendoj që kinezët janë të pavendosur tashti për të bërë një ndërhyrje. Po e përdorin vetëm si fushë studimi më tepër. Mendoj e përdorin vetëm si fushë studimi, mund t'i japin të dhëna nga sistemi tyre satelitor, mund të ketë në një specialist të mbrojtjes kundër ajrore kineze atje, mbas edhe rusë, vetëm për faktin për të testuar radarët e tyre. E para dhe e dyta, për të zbuluar gjurmën elektronike që le F-22 dhe F-35 dhe B-2 në radar. Sepse ata e len një lloj gjurme elektronike. Mase me masin e zogut, mase me, mund të them tash sakt, dhe kjo gjurme elektronike merret dhe futet në kokat inteligjente të radarëve të ardhshëm dhe të aviacionit kinez, apo dhe rus, apo dhe të raketave ajër, në mënyrë tillë që të bëhet një hap afrimit deri tek kundërmasat ndaj teknologjisë amerikane. Sot për sot, amerikanët janë le të themi 20 vjet përpara kinezëve dhe rusëve. Kinezët janë të parat. Rusët avion stil kam vetëm një, Su-57, të cilin vete pranojnë që nuk është pra aftësinë e padukshme e ka cilësinë e fundit. E qartë. Nga padukshmit është më i dobët. Po si jo, këta avion është të gjeneratës së 5, kërkojnë 3 kushte që të quhen të gjeneratës 5. Kushti i parë është të jetë i padukshëm, të jetë still. Kushti i dytë është të jetë super cruise, pra të shkaloj shpejtësinë e zërit pa sforcim motori, pa nxjerrë ato gazat në formë flake mbrapa, dhe treta të ketë sistemin 360 gradë, ose më mirë sistem sferik, të asaj që amerikanët e quajnë situation awareness. Pra radarët, nëse avionët e tjerë kanë vetëm radarin që shikon përpara në një kont caktuar, ata kanë 5 ose 6 radarë që e mbulojnë komplet. Rusët super cruise-in e kanë arritur, këtë radarët i kanë arritur, për s'kanë arritur stiltin. Plotësisht sa amerikanët, edhe që të arrish atë në mos dekada vite po njërë. Dhe mendoj që këta kanë qenë specialistë atje thjesht për të marrë këtë gjurmën elektronike. Përmendëm rusët, le të vijmë pak te lufta në Ukrainë. Kemi hyrë në vitin e 5 të luftës në Ukrainë. Ndërkohë, të paktën një reportazh që lexova te një gazetar italian thotë që vetë Ukraina si thonë që ka rënë sasia e trupave ruse që sulmojnë. Pra kemi një lloj stanjacioni, po edhe të kurrje të forcave që është në gjendje të hedhë Rusia, madje po flitet për një mobilizim të dytë të përgjithshëm. Normal që do ta bëjë mobilizimin. Se nga deklaratat që dhanë ukrainasit, po që e mbështeten dhe gjithë perëndimorët, gjithë shtetet perëndimore, gjithë shtapet e përgjithshme dhe politikarët. Rusët në dhjetor kishin 35.000 të vrarë, dhe ta presin këtë shifrë, se masë është pjesë e luftës psikologjike, për 25.000. Po në qoftë se 25.000 të vrarë, janë të paktën 75.000 të nxjerrë jashtë luftimit. Sepse çdo i vrarë ka 2 plagosur. Po 75.000 është një armatë.
75.000 njerë të azisohet një armat brenda një muaj, është... Atëherë kam natyra e shifrat e sakta. Po e përgjysmuam ne. Po mbase janë dhe të sakta, po e përgjysmuam fakti. Shiko, në peshore kuptohet që shumë më rëndë është Rusia se sa Ukrajina. Po pra, po kemi një ngecje të atyre. Kemi ngecje të atyre. Stalini ju shkojnë në Berlin për më pak kohë. Jo, për 4 vjetë, ushtria e kuqe, për 4 vjetë. Një muaj e gjusë më pak. Më pak. 22 qershor, 9 maj. Ushtria e kuqe, nga kufiri në mes të Polonisë, u trojë 1000 kilometër deri në Moskë. Po pra po. Edhe vajti 1700 kilometër deri në Berlin. Për më pak se 4 vjetë. Këta rusët e rinj, për më tepër se 4 vjetë, e kam pas ecjen për parimin mesatar ditor 80 metër. është prishur dora gjithandej në pak. Jo. Gjithandej është prishur dora. Nga ana taktike dhe operacionale. Unë jap këtë shpjegim. Në qoftë se në luftën e parë botërore, Mitrolozi dhe Transheja blokoi frontin perëndimor për 4 vjetë. Arritjet më të mëdha gjermane kanë qenë 10 deri në 15 kilometër për parim, gjatë kur më synin. Arritjet më të mëdha aleate të Atantës në shtator të 1918-ës ishin 20 kilometër. Kjo ishte, megjithëse përdorën tankët atyre e tjera. Është e njëjta situatë si thjesht makinë mishi, makinë grisë. Atëherë ishte Mitrolozi dhe Transheja, sot është Transheja dhe droni. Nuk di se si mund të jetë... E di që më bëm përshtypje Ben? Mjeti thyrës i kësaj gjendje të palëvisme. Si shpjegohet që nuk bën më punë as blitzkrigu, çarja në kolon, apo do bën të punë ndoshta një mobilizim rus dhe sulm ndaj Kievit që të shpërndante forcat ukrainase? Sepse kështu me sa duket në fillimet e konfliktit rusët e thash, sepse në këtë situatë sa do të hedhësh në këtë front do t'i grinë ukrainasit. Blitzkrigun përdorën në rusët. Mirë, po kishin vetëm 200 ushtarë, me 200 e filluan. Me 200, po atë përdorën rusët në fillime. Por parashikimet i bënë shumë të gabuara. Menduan që do t'i prisin me lule, do t'inte qeveria. Dhe kjo është pjesë pa tjetër, e luftës. E luftës. Dhe kjo është pjesë e luftës, se në fundit faktori terren në Ukrainë favorizon rusët, jo Ukrainës. Po, fush është. Është fush. Dhe ti mendon që nëse dorim në këtë vi fronti, që është aktuale, nuk do ketë përparime as në vitin e 5, as në vitin e 6, janë në gjendje ukrainasit sepse thonë që gropa e të rekrutuarve është e madhe. Për të bërë mësymje? Jo, ta mbrojnë, vinë e frontit. Për 4 vjetë kanë treguar që e kanë mbrojtur. E kanë mbrojtur me një vendosmëri, me një risi shumë të dukshme. Për 4 vjetë e kanë mbrojtur në mënyrë brillante. Sepse vetë këshilltarët perëndimor thonë, tashmë Ukraina ka nevojë vetëm për para. Po, për para. Ka nevojë për para. Ka edhe nevojë dhe për këto interceptorët e raketave kundarore, gjithë cilin nuk ka për t'i pasur, paktën për pjesën e Patriotit. Për pjesën e këtyre sistemeve që ja ka dhënë Gjermania dhe këto shtete tjera, edhe mund të ketë disa interceptorë, Iris, sistemi Iris, sistemi NASAM, sistemi Astre që e ka Franca, po do t'i ketë kështu me pikatore. Gjithë pjesët tjetër, Ukraina e mbulon me dronë, me luftë elektronike, kuptohet që ka nevojë edhe për inteligjencën në fushë luftimi. Dhe vim në momentin Rusia ka menduar që
ti konsumoj trupat e Ukrainës në luftë, për aq sa i konsumon. Nuk për rezulton. Nuk për rezulton. Jo, do me thënë, do isha kurios të dija cila është strategjia e të famshëm të Gerasimov, të konsumoj sa të konsumoj në luftë dhe pastaj kulturin ta çoj në popullsinë civile të Ukrainës në krizë duke bombarduar centrale. Nuk po rezulton. Ka 4 vjet njëjtën gjë po bëjnë. Ka 4 vjet në dimër, në fillim dimër dhe gjatë gjithë dimrit godasin centralet dhe sistemin e ngrohjes e këto dhe sistemin elektrik. Që edhe dimrit dhe beharit dërmarin mësymje, nuk juan mësymje, por nese, fushata sulmuse, 4 vjet, nuk kanë ndryshuar asgjë, po përdorin të njëjtën metodë, në të njëjtin vend, në të njëjtin periudhë viti. Ska asnjë risi. Tashmë fillojnë shirat. Deri në 15 maj atje zhytesh. Do shohim mbase po përgatisin një grupim shumë fuqishëm, po llogarit nuk janë. Po unë mendoj që në këtë zonë ata nuk ja dalin me çfarë lloj grupimi, ose kanë për të pasur humbje të jashtëzakonshme, si në betejën e Somës. I kanë pasur humbjet ata, 10 janar kanë qenë humbje të tmerrshme për rusët. Edhe shumë interesante. Ukraina, nga këto analizat që kanë bërë unë, del që Ukraina ka më pak të vrarë dhe më shumë të plagosur. 1 vrarë me 3 plagosur. Rusia ka më shumë të vrarë dhe më pak të plagosur. Në krahasim me Ukrainën. Janë në sulm. Edhe ndryshimet e metodave të përdorimit luftarak të këmbësorisë, të tankeve, të këtyre, nuk kanë sjellë asnjë lloj ndryshimi. Nga sulme në kolona me grupimet fuqishme tankiste e kanë kthyer në vitin e 2 të luftës e kthyen në grupime të vogla tankiste dhe këmbësore, në vitin e fundit të luftës e kthyen me grupe me motor për të deportuar. Kjo tregon që fronti në konceptin ton klasik nuk është ai që mendojmë ne, që është një transhe këtu dhe përballë ka sulmusët të cilët e kanë ngritur i transhe dhe presin për qëndrimi, bombardojnë me artilleri. Fronti është një fash e gjerë rreth në varësi të vendit, të rrugëve të komunikimit, të objekteve të banimit që ka, fshatrave, që shkon nga 10 deri në 40 kilometrë gjerë. Dhe kjo këtu është domeni i dronëve. Pra përqendrimet e trupave ruse nuk mund të bëhen afër frontit ku janë fortifikimet, por bëhen larg, jashtë rrezës së këtyre dronëve të vegjël, dhe pastaj përpiqen të tepërtojnë këtë zonën e vdekur, le të themi. E qartë. Po kjo nuk mund... Sa mendon ti që Rusia duhet të mobilizojë për të thyer Ukrainën, dhe a mendon që vetmja rrugë është goditja në disa krah për të shfrytzuar mangësinë në trupat të Ukrainës, do me thonë të godasin në drejtim të Harkivit, Anglezët kanë nxjerrë një mendimtar, strateg mendimtar, që mua më pëlqen shumë kur e lexoj, e kam rilexuar disa herë, Little Harty. Ai ka qenë oficer deri në gradën kapitan. Basil Little Hart. Po, Basil. Historiani më i mirë që kanë ata ushtarak. Mendimtar. Pastaj kam lexuar historikun e luftës së parë dhe dytë botërore të tija. Ai ngulmon fort shumë tek metoda e tërthartë. Jo tek metoda e drejt për drejt. Rusët fatkeqësisht kanë përdorur metodën e drejt për drejt. Metoda e tërthartë ku konsiston? Metoda e tërthartë nënkupton që në afrimin dhe në goditjen në pika të frontit që në dukje nuk kanë rëndësi të madhe strategjike, por pasi të krijohet kjo fitoria e vogël taktike dhe thyrja e këtij fronti, atëherë ndiqet rruga, përsëri rrugët tërthartë
që të heqësh mundësinë kundërshtarit të manovroj forcat dhe rezervat e veta. Këtë thot ai, është e njëjta si teori dhe me të Tukachevski Deep Operation, e njëjta gjë dhe me thuajse e njëjta gjë dhe me Blitzkriegu, se Blitzkriegu këtë parashikonte pikën më dobët të kundërshtarit me përqindrim të madh dhe jo depërtim klasik, por ndryshim të drejtimit të goditjes. Edhe një metodë e tërthort për mua, nuk e di, po t'isha unë Gerasimovi, sepse ai tashmë Bielorusin e ka pasarin e vetë, e ka besarin. E shikon atje, në cepin midis kufirit polak, bielorus dhe Ukrainas. Unë aty do të jepsha goditje. Për ta shpërqendruar, po ajo s'është pikë nevralgjike. Po pse nuk është pikë nevralgjike? Apo aty kalojnë furnizimet? Po e para njëherë kalojnë gjitha furnizimet. E dyta shikon se këto janë rrugët, këto janë autostradat. Po t'ja bësh goditjen nga atje, e para blokon gjithë furnizimet i vinë në Polonia. E dyta, e ka marrë mënyrë strategjike dhe për mua objektivi i parë do t'ishte Lvivi, në këtë drejtim këtu. Gjithçka rrëzohet. Kjo kërkon një grupim goditës. Po kërkon edhe Qa kërkon? Logjistik, numër ushtarë. Kur them grupim goditës, kjo kërkon një grupim goditës minimalisht 500.000. 500.000 ushtarë. Po, pse janë hapësira aq të mëdha operative të veprimit sa do të duhet që pasi të qash të lesh reparte të tëra mbrava që sepse është zonë armiqësore aty. Armiqësore, pra, pjesa lindore e Ukrainës. Armiq, duhet të lesh reparte të tëra për të siguruar rrugkalimet, për të mbrojtur krahat. Për mua, unë vetëm atë rrugë shoh. Gjermanët në zonën e Bielorusisë dhe pra nga Harkivi e këtej sipër deri në Minsk kishin 28 divizione në pravavi, i mbanin aty për të luftuar partizanët. 28 divizione. Dhe 300.000 ushtarë. Vetëm për të mbajtur të hapur linjat e komunikimit. Ai ishte kanali i komunikimit. Interesante. Një pyetje të fundit. Marrëveshja Shqipëri, Malizi, Kroaci. Vučić ka deklaruar që është një pakt kundra nesh. Në fakt mjafton vetëm kjo marrëveshje për të rrezikuar Serbinë? Jo. Apo duhet Kjo është thjesht një marrëveshje mbrojtëse se po të llogaritësh forcat aktuale. Forcat ushtarake, kapacitetet ushtarake. Aktuale, kroate, shqiptare. Nuk janë superiore ndaj atyre serbe. Bile në shumë fusha janë inferiore. Le të themi në numër ushtarësh mund të jetë barabartë, ose mund të ketë një lloj superioriteti të vogël numerik, po në pjesën e sistemeve të armëve është superior Serbia. Ky është thjesht një pakt mbrojtës, një pakt mbështetës, një pakt politik, një pakt i ka të bëjë me kooperimin e para trajnimit dhe e dyta kooperimin e industrive ushtarake të normale, themi të normale. As manovra të përbashkëta nuk parashikohen për të unifikuar. Fjala manovër është e madhe. Termi manovër përdoret kur në këtë lloj stërvitje, se manovra është stërvitje, në vetvete përdoret një divizion e sipër. Po Shqipëria dhe Kosova, edhe Kroacia, se edhe Kroacia nuk është ka shumë sasi. Këto, se cila nga një divizion kanë. Me që përmendë këtë gjë, duket sigur Irani është larg. Në fakt, është larg në distancë geografike apo fizike. Po për pasojat
që mund të sjelli. Aq më tepër dhe hallka e fundit kësaj vije thyrje midis dy bllokeve është afër. E para ne po i ndjejmë pasojat ekonomike. Dhe e dyta, pasojat afatmesme të kësaj përplasje të madhe, shoqëria shqiptare, shteti shqiptar, qeveria shqiptare, shqiptarët në përgjithësi kudo që t'jenë, dash Kosovë, dash këtu. Një nga mësimet e tyre themelore do t'jetë, shoqëria shqiptare duhet të bindet ta ketë të qartë që situata do të shkoj në përkeqësim, jo në përmirësim. Situata botërore. Është fillimi i përplasjes së madhe midis bllokeve. Është fillimi i procesit të shkatrimit total të rendit që kishim, edhe lindjes së rendit të ri botëror. Lindja e rendit të ri botëror ndodh gjithmonë pas një lufte botërore. Pra, shoqëria shqiptare duhet që të qartësohet që situata vetëm të përkeqësohet. Shteti shqiptar, se të institucion më i madh se qeveria, duhet që të parashikojë dhe të marrë masa që ne të rrisim fuqinë ushtarake. Më pak qalp dhe më tepër topa. Kjo është ideja ime, se pas 90-s pati një fushat çmendurie çmendurie kundër bunkerëve dhe tuneleve. Tashmë po ata të çmendurit po thon, ore po ne Bukë kërkonin, vetëm një pastrim donin. Po edhe po t'i pastroj pastonin. Pra, ato që u parashikuan para 90-s, po ndodhin pas 35 vjetësh. 35 vjetë nuk është shumë pak për një historinë. E një kombi. E njerëzimit. është një pikë. Zoti Çuko, faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi të bisedonim së bashku. E keni rol shumë të rëndësishëm tanë këtë merakun tim, që besoj se është vetëm meraku im, të qartësimit të shoqërisë shqiptare që kohët kanë ndryshuar. Kohët kanë ndryshuar dhe po përkeqësohen, do shkojnë në përkeqësim e më tepër. Do ketë kriza të forta, kriza energjetike, po të ndërpriten rrugët e komunikimit nga ajo hallka e tretë, do ketë rritje të çmimesh të llaftarshme, do ketë, nëse do të shpërthej lufta, ne e kemi rrezikun, nëse do të shpërthej ajo lufta botërore midis dy kampeve, ne do ta kemi rrezikun real. Veri unë po unë kam frikë edhe në një drejtim tjetër. Zoti Çuko, faleminderit që ishit sot me mua. Mbas pak do të ndjekim edhe se si e shikon bota islame këtë luftë. Pas pak.